Kombëtarja shqiptare po ndërron kualifikimin e kampionatit botror 2026, ndërsa ka kualitetin për ta bërë realitet këtë ëndër të shqiptarëve, kështu deklaroi në një intervistë për Telegrafin ylli i Leçës me Don Berisha. Me sfushorin nga Kaçaniku po kalon një edicion fantastik të Leçës, sidomos muajin e kaluar ku ka fituar disa herë çmimin lojtar i ndeshjes, si dhe me gola dhe asist e ka ndihmuar klubin italian edhe të fitojë pikë, siç ishte ndeshja me Fiorentinën ku supergoli i këtij të fundit e bëri ndryshimin. Në një intervistë gjatë për Telegrafin, Berisha ka komentuar synimet me kombëtaren shqiptare ku janë afër të sigurojnë një vend në play-offin e Kupës së Botës. Ai thotë se ka realizuar një ëndër kur përfaqësoi fanellën kuqezi në kampionatin evropian 2024, por krejt fokusi tani është kthyer te botrori. Ëndër e kam pasur të luaja në kampionatin evropian, gjë që mu bë realitet dhe tani po ndërroj që të shkojmë në botror për herë të parë, ka thënë fillimisht Berisha. Shqipëria muajin e kaluar gëzoi të gjithë shqiptarët anë mban globit me një fitore të madhe në Leskovec ndaj Serbisë. Berisha e ka vlerësuar këtë triumf si historik. Ndaj Serbisë ka qenë fitore historike, jemi të kënaqur që më shumë punë kemi arritur ta bëjmë realitet ëndrrën e të gjithë shqiptarëve. Tani duhet të fokusohemi vetëm te Andorra dhe të marrim pikët e plota pasi kuptohet synimi kryesor mbetet play-offi i Kupës së Botës. Të njëjtën Shqipëria udhëton në ndeshjen vendimtare në Andorrë, ndërsa me sfushori nënvizoi se objektiv mbetet vetëm fitoria. Andorra është një skuadër jo e lehtë që mbrohet mjaft mirë, që nga dita e parë do të fokusohemi dhe të punojmë fort për të marrë vetëm fitore, synimi është vetëm fitoria. Përpos Andorrës, Berisha premtoi se do të japin më shumë se 100% edhe në përballjen e fundit me Anglinë në Air Albania. Me Anglinë kuptohet do të jetë mjaft vështirë. Anglia në secilën pozitë ka hyje që luajnë në top ligat evropiane, do të japim mbi 100% në fushë, nënvizoi Berisha. 22 vjeçari ka komentuar dhe edicionin që po kalon te Lecce. Aktualisht ka zhvilluar 9 paraqitje në Serie A, 6 prej tyre si titullar, kurse ka kontribuar me 2 gola dhe 1 asist. Ky sezon ka nisur mirë, jam i lumtur që kam arritur ta ndihmoj klubin me ato gola dhe asiste, por kuptohet është vetëm fillimi dhe më duhet të punoj dhe më shumë. Dua që të punoj sa më shumë, të qëndroj me këmbë në tokë dhe të vazhdoj me të njëjtën disiplinë për të arritur sa më lart. Kuptohet, shpresoj që të mos dëmtohem. Nuk e kemi nisur mirë edicionin faktikisht pasi pësuam disa humbje, por tani jemi këndellur. Synim mbetet qëndrimi së paku në mesin e tabelës dhe të vazhdojmë me këtë formë pozitive, shtoi ai. Lecce ka besim të plotë Berisha dhe këtë e dëshmoi kur i dha shiritin e kapitenit në ndeshjen e Kupës së Italisë ndaj Milanit. Lojtari me prejardhje nga Kosova deklaroi se ishte një ndjenjë e veçantë, sidomos duke ditur faktin se San Siro gjithnjë është i mbushur me afro 80.000 tifozë. Të jem kapiten në San Siro, ku stadiumi ka rreth 80.000 tifozë tuajse në secilën ndeshje, është ndjenjë e veçantë. Faleminderit klubit që ma ka besuar shiritin e kapitenit, ndjenjë e veçantë që nuk përshkruhet me fjalë, përfundoi ai për Telegrafin. Kujtojmë se Shqipëria të njëjtën përballet me Andorrën, kurse vetëm 3 ditë më vonë e pret kombëtarin e Anglisë mes Tiranës.